Divorci yt, ndarja jote, ka qenë gjithashtu një... Po ka qenë dramatik, sepse është një kollaj, unë jetova 18 vjetë me babajin e fëmijëve të mi. Dramatik për sa i përket fakti që ishin fëmijët në mes dhe ishin në moshë shumë delikate. Vajza ime shkonte në shkollë, i luante saxo në piano dhe dëgjonte mësueset që përshpërisin e morët veç, kjo s'ka më prindrit bashkë, janë të ndarë. Ajo vinte në shtëpi, struke në dollak, qante, nuk mi thoshte mua se do mërzitesha unë. Ne kemi dhe parajgjykimin e opinionin e të tretëve që na i vrasin fëmijët pak për ditë me atë. Shoqëria jonë nuk është aq e emancipuar për t'i llogaritur këto gjëra. Kur nuk është emancipuar për të më pranuar mua dhe u pa dhe në ferm si një nën single dhe akoma parajgjykohem për këtë gjë, domethënë kjo është paradoksale. Në nën single, po unë jam asë së mur, asë kështu është një rast, jam një nën single, shumë nëna të tjera. Më është dashur të mbikëqyr vetë, të bëj vetë gjërat e mia, po kjo nuk më bën më pak të vlefshëm se dikush tjetër që është të çift.